Një burr ka pranuar se ka tradhtuar disa herë bashkëshorten e tij, duke fajsuar jetën seksuale të munguar pas ardhjes në jetë të fëmijëve. Ai, që ka preferuar të mbetet anonim, tha se ndjehej i privuar. Dhe kjo e shtyu të kërkonte afeksion jashtë martesës. Pas një martese 20 vjeçare, ai vendosi të ndajë arsyet që e quan në tradhti. Në një rrëfim për Mail Online, burri në të 40-at tha: "Jam i martuar prej 20 vitesh dhe në 5 vitet e fundit kam pasur disa lidhje jashtëmartesore. Mund të më gjykoni sa të doni, por nuk pendohem." Ai tregoi se është bërë baba i 2 vajzave të mrekullueshme me gruan e tij, por kalimi nga partner në prindër nuk ka qenë i lehtë. Sipas tij, fëmijët shpesh shndërrojnë çiftet e dashuruar në shok të lodhur të një betejë, në rastin më të keq, kundërshtar, duke ndikuar rënd edhe në marrëdhëniet intime. Çifti ishte lidhur për 4 vite para se të martoheshin dhe sipas tij, gjithçka dukej perfekte në fillim. Kishim shumë të përbashkëta, kalonim mirë bashkë dhe kishim jetë seksuale të shkëlqyer. Marrëdhëniet me të më jepnin ndjesinë se mund të përballoja gjithçka, tregoi ai. Pas një viti martese, erdhi në jetë vajza e parë dhe pas 2 vitesh u bën familje me 4 anëtar. Sipas burrit, atësia e ndryshoi atë në mënyrë të thellë, u bë më i duruar dhe më i përgjegjshëm. Por për gruan e tij, ndryshimi ishte ndryshe, papritur. Gruaja që dikur më dëshironte dhe e dëshiroja, u largua. Sa herë përpiqesha të afrohesha, më shmangej ose më thoshte se ishte e lodhur. Kjo më lëndonte dhe më zhgënjente, rrëfeu ai. Me një fëmijë të vogël dhe një foshnjë në shtëpi, ai tha se jeta seksuale u zhduk plotësisht. Dikur ajo përpiqej të më joshte. Tani vishte bluza të gjera dhe pantallona sportive dhe e gjitha vëmendja e saj ishte për fëmijët, shtoi ai. Burri tregon se provoi të ndryshojë gjërat, sugjeroi mbrëmje në çift, pushime. Madje ofroi edhe të paguante për dado, por asgjë nuk ndryshoi. Çdo përpjekje çonte në debate. Ajo më quante egoist dhe thoshte se mendoja vetëm për veten. Me kalimin e viteve dhe rritjen e fëmijëve, ai kishte shpresuar që gjërat do të përmirësoheshin, por sipas tij u përkeqësuan. Pas 15 vitesh martese dhe refuzimesh të vazhdueshme, përfshirë edhe fjetjen në dhoma të ndara, ai filloi të kërkonte jashtë martesës. Ai thotë se nuk kishte dëshirë të tradhtonte dhe se ende e donte gruan, por nis të afrohej me gra gjatë daljeve apo pas punës. Në fillim ndihesha fajtor, i trembur, por edhe i gjallë. Ishte emocionuese. Brenda pak muajsh, filloi të frekuentonte klube natë çdo fundjavë, fliste me shumë gra dhe kishte një telefon të veçantë për t'i kontaktuar. Ndryshoi mënyrën e veshjes dhe shmangte daljet në vende ku mund të njihej. Ai pretendon se kjo gjë ndikoi pozitivisht në martesë. Nuk isha më i acaruar, isha më i duruar, një burr dhe baba më i mirë, sepse nevojat e mia intime po përmbusheshin. Me punën e re, situata mori një tjetër drejtim. Filloi të mos e mbante më unazën dhe prezantohej si beqar. Në një rast, lidhi një marrëdhënie me një vajzë më të re dhe e takonte çdo ditë pas pune. E ndërpreu lidhjen pasi ajo filloi të kishte ndjenja serioze për të. Më pas, kaloi një fundjavë intime me një trajnere fitnesi që e njohu në Instagram dhe që prej atëherë ka pasur disa lidhje afatshkurtra. Ai thekson se i mban të shkurtra për të shmangur përfshirjen emocionale të grave. E di që ajo që bëj është gabim, por gruaja ime është po aq fajtore për atë që ndodhi mes nesh, thot ai. Megjithatë, pranon se ende e do gruan dhe nuk dëshiron të prish familjen. Nuk jam arrogant, shton ai. Nuk besoj se jam i vetmi burr që ka menduar të tradhtoj pasi ka bërë fëmijë. E fillova martesën i dashuruar, nuk kisha ndërmend ta tradhtoja kurrë.